Nuk e keni ditur më parja se si kafeja që merrni nga makineria e punës ju dëmton shëndetin. Nëse deri më sot keni konsumuar kafen që del nga makineria që keni në punën tuaj, këtë herë mendohuni mirë përpara se ta bëni këtë veprim. Kështu thot një studim i bërë në Suedi për konsumimin e kafes që merret nga makineria, kryesisht në ambiente zyrash ose pune. I gjithë studimi lidhet me nivelin e lartë të substancave që nxisin rritjen e kolesterolit në kafe që shërbehen nga këto makineri. Procesi i filtrimit është vendimtar për praninë e këtyre substancave, të cilat rrisin kolesterolin në kafen që ju konsumoni, shpjegon drejtuesi David Igman. Sipas tij është e vështirë për të identifikuar se në çfarë përmase dhe ku mund të ndeshet kjo problematik, pasi jo të gjitha makineritë e kafes mundohen të i filtrojnë këto substanca. Igman ndalet tek efektet që sjell kjo substancë tek trupi i njeriut, duke përmendur sëmundjet kardiovaskulare që shkakton prania e kolesterolit të keq. Kur është i pranishëm në trup, mund të kthehet në problem për organizmin, si dhe për muret e arterieve, të cilat forcohen dhe ngushtohen, duke nxitur kështu në rastet më fatale sulm në zemër ose goditje në tru, thot studiuesi. Më tej ai saktëson se për personat që pinë kafe rregullisht, këshillohet që filtrimi i tyre të jetë në një nivel të preferueshëm, duke i shmangur ata ndaj riskjeve potenciale të sëmundjeve kardiake. Në këtë mënyrë ata nuk do të tresin në organizëm substanca që nxisin performancën e kolesterolit dhe i bëjnë ata më të vetëdijshëm për produktin që konsumojnë gjatë ditës.